Shefi ekzekutiv i Ryanair, Michael O'Leary, ka përfituar një bonus personal me vlerë mbi 100 milion pound në bazë të një marrëveshje të nënshkruar në vitin 2019, e cila i jepte të drejtën të blinte 10 milion aksione të kompanisë me çmim të reduktuar, nëse çmimi i aksioneve do të arrinte një nivel të caktuar. Sot ky objektiv është përmbushur dhe fitimi i tij personal llogaritet mbi 111 milion pound. E gjitha kjo është bërë në përputhje me kontratën, por kjo nuk e bën më pak shqetësuese, sepse nuk kemi të bëjmë me një kompani private të mbyllur, por me një korporat publike që operon me fondet dhe besimin e miliona qytetarëve. Ryanair Holdings është një kompani publike e listuar në bursat kryesore europiane dhe amerikane, Euronext Dublin, Londër dhe Nasdaq. Kjo do të thotë se çdo vendim i rëndësishëm financiar nuk është thjesht çështje e një bordi të brendshëm, por përfshin interesat e qindra mijëra investitorëve dhe konsumatorëve, të cilët kanë të drejtë të dinë si shpërndahen fondet dhe cilat janë përparësitë e menaxhimit. Ndërkohë që Michael O'Leary shpërblehet me shumë rekord për arritje të treguesve financiar, klientët e Ryanair përballen çdo ditë me një realitet tjetër, shërbim minimal, kufizime të rrepta për bagazhet, anullime fluturime pa njoftim, vonesa të vazhdueshme dhe një staf i paguar me minimumin e mundshëm. Ndërkohë që kompania arrit ndjeshëm çmimet e biletave, ajo nuk investon në përmirësimin e përvojës së klientit, por kanalizon suksesin financiar drejt përfitimeve personale të drejtuesve të saj. O'Leary është në krye të kompanisë prej më shumë se 2 dekadash dhe ka ndërtuar një model biznesi agresiv i bazuar te kosto e ulët dhe efikasiteti operativ. Askush nuk konteston që ka pasur ndikim në rritjen e vlerës së aksioneve, por është legjitime të ngrihen dyshime kur bonusi kalon 100 milion pound dhe kompania refuzon të ndajë këtë sukses me ata që e mbajnë gjallë çdo ditë, pasagerët dhe punonjësit. Kur drejtori ekzekutiv është njëkohësisht hartuesi, përfituesi dhe përkrahasi i një skeme shpërblimi të tillë, debati nuk është më mbi meritën, por mbi etikën. Në një kompani publike e cila ka detyrime ligjore për transparencë dhe llogaridhënie, nuk mjafton të thuhet që është në kontratë. Pyetja është, a është kjo mënyra e duhur për të shpërndarë vlerën që gjenerohet nga një kompani që u shërben miliona qytetarëve të zakonshëm në të gjithë Europën? Kjo është grafika që ilustron qartë se si çmimi i aksioneve të Ryanair është rritur nga viti 2019 në 2024, duke kaluar nivelin e 11.12 euro për aksion, që ishte çmimi i garantuar me kontratë për Michael O'Leary. Pasi ky kufi u kap në 2024, ai aktivizoi të drejtën për të blerë 10 milion aksione me çmim të ulët, duke përfituar mbi 100 milion pound nga diferenca me çmimin aktual të tregut.